Territori i Kosovës për datën 23 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pareshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 30 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 29 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Pej 13 deri në 30 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri në 30 gradë Celsius, Gjakov 14 deri në 31 gradë Celsius, Malishev 14 deri në 31 gradë Celsius, Gjilan 13 deri në 30 gradë Celsius, Ferizaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 29 gradë Celsius, Suharek 14 deri në 31 gradë Celsius, Prizren 14 deri në 31 gradë Celsius,